Në këtë tetor roz, Fiona Bashi, një vajzë që ka kaluar një nga sfidat më të mëdha të jetës, përballjen me kancerin, zgjodhi ta tregojë atë publikisht. Mes 10 vajzave e grave, Fiona tha se vazhdimisht ka qenë pjesë e aktiviteteve sensibilizuese pasi vjen nga shoqëria civile, por ky tetor është ndryshe për të. Rreth 2 vite më parë, ndonse vetëm 31 vjeçe, ajo zbuloi se ishte e prekur nga kanceri i gjirit. Si pjesë e shoqënisë civile, kam qenë gjithmonë pjesë e aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese mbi tetorin roz, mbi kancerin e gjirit. Por këtë vit për mua vjen ndryshe. Këtë vit për mua vjen si një vajzë që këtë tetor e ka kalu në lëkurë, edhe sot visi me dëshirën më të madhe si një person për me dhënë forcë, kurajo edhe besim që kjo betejë kalohet me ndihmën e gjithëve. Unë e di që aktivitetet e shumta janë në këtë muaj, në tetorin roz, por unë i lutem të gjitha grave dhe i bëj thirrje që tetor roz me kanë çdo muaj, me kanë çdo ditë, me ju referu bluzave të bardha, me kontrollu veten, me bë kontrolle sa më shumë të jetë e mujtën, sepse është e vërtetë që koha është flori edhe çdo minutë që kalon bëhet një armik për luftën ndaj kësaj betejë. Unë e zbulova rastisht, siç gjatë vetë kontrolleve jam përpjek me ba pothuajse gjithmonë, por ana psikologjike ka qenë ajo që besojmë ka dhënë edhe kurajon me ecë përpara, por ana psikologjike nuk bëhet e vetme, bëhet me ndihmën e familjes, që është shtylla bazë për me te kalu këtë sfidë, edhe miqve e gjithë njerëzve që janë bashku në lutje për me ecë përpara. Kontrolli është çilësi kryesor që hap zgjidhjen e problemit. Nuk ka ma një moshë të caktuar. Kjo smundje vjen, të troket ndër dhe hin mbrëm, nuk të pyet as sa vjeç je, as kush je, as pozicionin e punës që ti përfaqëson. Ajo vjen. Ajo që kena një ndorë me bashkë, me zbulu sa më parë të jetë e mujtën, sepse vetëm kështu mundena me amyll derën edhe me nxjerr jashtë për jetën tonë, me krenari. Nëse ka një këshill, një ndër këshillat që mundem me dhanë, është frika është armiku i parë kryesor i kësaj smundje. Nëse smundja, çdo lloj smundje, por sidomos kjo smundje është e destinuar me ardhë, frika nuk e zhduk, nuk është se e hek nga trupi, por absolutisht bëhet armik. Unë në asnjë moment nuk jam fokusu te frika. Unë jam fokusu vetëm tek forca. Kurse si frika nuk ka qenë ushtari jem kryesor, ka qenë gjithmonë larg mejet, por ka qenë, nuk ka se ka mungu, por ka qenë shumë larg mejet. Po familjen, kurse si, nuk do t'isha sot këtu. Besoj situacioni familjes edhe jena me fat që e kena hala afër edhe e vlerësojmë çdo person, por pa familjen nuk besoj se mundena me ja dalë çfarë do lloj sfide, sidomos aty në shëndetësore. Në aktivitetin Ta tham në Shkodër, Fiona ndau me të rinjt përvojën e saj të vërtetë të dhimbshme, por plot forcë e shpresë. Ajo foli për momentet e frikës, për betejën me trajtimet, për mbështetjen e familjes dhe mbi të gjitha, për vendosmërinë për të mos u dorëzuar. Mesazhi i saj vjen si ndërgjegjësim për gratë e vajzat që të kryen kontrolle periodike, pasi kanceri nuk njeh moshë.